Shiko, nëse ke disa hithra, ose nëse ke mbledhur një tuf hithra edhe përveç lakrorit supës me trana edhe kujduam për çfarë i përdorni ju tjetër në gatime, kemi një sugjerim ne, se si mund përgatisim një ekstrakt apo vaj hithrash, që do t'ju ndihmoj shumë në inflamacionin në dhimbjet e artritit, dhimbjet reumatizmale, dhimbjet e gjunjëve, kockave me radhë. Do më ndjekësh si thua, ta përgatisim bashk? Ju duhen ca hithra, se janë dy lloje, këto hithrat e gjatoshe që themi ne, që kanë këtë gjethen albana të gjatë, ovale, dhe është ajo hithra rumbullakët. Për këtë recet është kjo hithra me formë gjatoshe që quhet hithër thumbuese, e cila duhet të mblidhet, të lahet, të pastrohet dhe të thahet mirë, mund të thahet në disa letra, ne nuk e kemi tharë dhe aq mirë, duhet jetë tërësisht e thatë, dhe pastaj, tani unë jam mësuar se i pëlqej shumë hithra dhe se kam shumë problem t'i prek, do marrim një grusht me hithra dhe do t'i shtypim, ose do t'i grim, mirë është nëse keni një havan, i shtypni mirë e mirë, derisa të bëhet një kështu pelte. Ja, unë po i gri, po i bëj të vockla, ose mund t'i grim të ca albana të grisja, po i duheshe për bombone dhe nuk i prisha punë, do t'i grim, do t'i shtypim, derisa të ndjeni atë aromën e tyre, janë thumbuese, pas pak duart e mia do pickohen. Por është e shëndetshme. Shtypini mirë dhe vendosini në një kavanoz. Pasi të jenë tharë më mirë se sa kaq, do të përdorni një vaj, duart, do të përdorni një vaj bartës, një vaj, zakonisht për këtë recet, kam lexuar që përdoret vaj i farave të rushit, është më i mirë, sepse përthithet më shumë, ka acid linoleik dhe përthithet më mirë nga lëkura, por ne do të përdorim vajin e ullirit sepse është më masiv. Do ta mbulojmë komplet masën e hithrave me vajin e ullirit, dert pak anash, do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lini në një zonë të errët për 2 muaj, për 6 javë, kështu të mbuluar. Më pas 6 javësh në një vend të errët pa diell, kur nuk ka kontakt me ajrin dhe me diellin, do t'a kulloni në një nap dhe me atë vaj të ekstraktuar nga hithrat, do të lyeni kyçet, zonat ku keni dhimbje, ku inflamacioni apo artriti po ju bezdis. Provoheni dhe është diçka krejtësisht një ilaç natyral që qetëson inflamacionin. Do thoni ju pse? Sepse pikërisht ky ekstrakt për shkak të hithrave se kanë shumë benefite të tjera, do të çliroj atë serotoninën dhe histaminën që stimulon neuronet e dhimbjes dhe ka një lidhje shumë të këndshme pikërisht me këto lloj inflamacionesh. Provojeni dhe shihemi ndoshta pas 6 javësh kur ta hapim dhe të tregojmë edhe ne në studio.